edhe postimi i ministrës Haxhiu. Ishte një postim sa për sy faqe që me përfundu një reagim edhe asgjë më shumë. Nesër, sot do më thonë është varrimi. Ai shkrim që do e bëj, ajo është i parëndësishëm. Sepse fundja arsyeja pse po bëhet shkrimi, pse po bëhet reagimi, është në raport me procesin fjalë. Procesin fjalë, kërkesa bëhet që sot me pas qenë presidenti thotë kështu. Do të thonë ajo mundet me bën sot kërkesën, ajo kërkesë mundet me protokollu, ajo kërkesa do të çortohet javët, ditëve ose muajt vijim, do të thonë është e parëndësishme. Na çish është e mundshme, kur e kam thënë edhe këto më herët. Politika tona çish mundi me qenë reaguese masi të ndodhi incidenti, masi që të ndodhi një aktivitet na me fillu edhe me diskutu me reagu. Pse ana nuk e kena ditë që është një sjellje e tillë gjykatës speciale, a nuk e kemi ditë që do të ketë reagime të tilla, a nuk e kemi ditë që mund të jetë është dashur para prit potencialisht me u refuzu, na është dashur në bën një kërkesë, unë jam habit për te aty në polarizime që i kanë, sepse po do të konsultoj me familjen, me advokatin, edhe me bë kërkesë një muaj se e kanë ditë tash më vesh të ndjerë, as gjitha që baba ish president e kanë ditë çfarë gjendje trono kon kardiologji në emergjencë din aty njerëzit të shëndosh nuk rrin aty dhe është dush ministria gjese zonë Haxhiu për të aty e përsëris prap